Policia ka prezantuar masat e marra për mbarvajtjen e sezonit turistik. Nga Saranda, ku prezantoi këtë masa, Ilir Proda, kreu i Policisë së Shtetit, deklaroi se siguria nuk do të negociohet. Uniformat blu do të kenë një vëmendje më të shtuar mbi hapësirat publike dhe jo vetëm në plazhe. Ne duhet garantojmë që plazhet tona të jenë të lira. Askush nuk ka të drejtën të abuzojë me to. Ajo është një pasuri që na e ka falur Zoti dhe qytetarët dhe turistët kanë gjithë të drejtën e tyre për ta shfrytzuar sipas dëshirës. Asnjë tejkalim i lejeve që ka dhënë Agjencia e Bregdetit nuk do të tolerohet. Fokusi do të jetë edhe tek mjetet lundruese, të cilat do të jenë në kontroll për dokumentacion dhe për masat e sigurisë, ndërkohë që kreu i policisë kërkoi dhe respektimin e orarit për ndotjen akustike. Nuk do të tolerojmë asnjë lloj shkelje në këtë drejtim. Në veçanti jet skit për pjesën e perimetrit sigurisë, por edhe kontrollin e gjithë mjeteve lundruese për respektimin e kapaciteteve konstruktive, për dokumentacionin dhe padyshim për pajisjen e tyre me element të sigurisë së pushuzve. Muajt korrik gusht përbëjnë dhe periudhën me numrin më të lartë të turistëve që hynë në vendin tonë, ndaj dhe angazhimi i strukturave vendore dhe jo vetëm është i rëndësishëm në ofrimin e shërbimeve ndaj qytetarëve.